kema kutiba ala alladhina min qablikum. Pra agjerimi jo vetëm ju besimtar, ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e keni për detyrë ta bëni, kjo ishte detyrë dhe më hershme. Nuk jeni të parë që po provoni. Fjala për ju. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun gjëllëshanuhu, kjo ka merë të ketë bereqet edhe prej kolegëve tanë para meje, edhe me ju edhe pas nesh, inshallah ta'ala. Ramazani është, si kur gjithë e din, muaj i bekuar. Kush e ka beku Ramazanin? Allahu Gjellëshanu. Me pytë, si e ka beku? Tash jemi, për shamë dhe kalua muajin Shabane, kalua muajin Recep, dhe ata si muaj Ramazanit. Mirë, për Ramazanin e bekoj zbritja e Kuranit në te. E jo vetëm zbritja e Kuranit, për të gjitha mesazhet qiellore, Teurati, Zeburi, Injili, të gjitha janë të shpallura në Ramazan. Edhe Kurani në Ramazan. Kurani ka lidhje me to? Kurani? Ato janë ndame? Ani pse kanë zbritur në Ramazan? Po, të ndame janë, por një mesazh kanë. Njëjtin mesazh? Njëjtin mesazh e kanë. Kështu që, sikur që na ka uqu Zoti neve, e na ka urdhnu, kema kutiba alel ladhina min qablikum, për ju është agjerimi, si që ka qenë për popujt para juve. Do me thonë, edhe komi, edhe Beni Israel, pas kanë pas Ramazan, të Isa, e të Zekeria, e të Jahja, sepse numri madh i profetëve janë të shpallur të Beni Israel, atëherë pra ka pas të Musa, agjerim, të Isa, agjerim, të gjithë para neve, popujve, ummeteve, që kanë jetu para neve Ramazan. Kutiba alejkumus siyamu, kema kutiba alel ladhina min qablikum. U bë obligative për ju agjerimi, sikur që ishte obligim për ata të tjera. Do më thonë, thirrja që disa kanë dëshirë të thonë se feja islam është fe e re, është ardhje e re. Feja disa e thonë muhamedane, është besimi më i ri qiellor në tokë. Sipas kësaj nuk qëndron? O, Habibi, kam një muhabet pak më të madh në lidhje me këtë, Hoxh Muhamedi. Islam është ta praktikoj edhe me gjymtyr. Është istislam. Fjala Islam është istislam gjuhtarisht. Doze. Që dhe më thanë, me ju nënshtrua urdhnit Allah. Allahu e ka qua Islam të Ademi, të Nuhi, të profetet e parë, të Idrisi, të Ibrahimi, të kretë pejgambert, Islam. Më ju nënshtrua urdhnit Allahut. Që kjo është Islam. Kurse kushtetuta e këtij Islamit ka ndryshua. Të Musa ka ardhur Teurat. Të Isa ka ardhur Injil. Të Davudi ka ardhur Zebur, të Muhamedi ka ardhur Kur'an. Kështu duhet me kuptua edhe ata që se din, edhe ata që e din. Sepse ka një herë, e kujtojnë halkit se Islami është fe taze tash ka ardhur. Jo, Allahu Gjelle Gjelalu, kush e kupton gjuhën arabe, merr vesh për një fjalë. Inne din, inda Allah el Islam. Që do më thanë, për këto krijesën në tokë. Fjala din, me e them fe, po feja prej latinishtës. Nuk i përmbledh gjitha gjërat. Kurse din është diçka tjetër. Din në esencë, min dane je dinu, e ti gjuhën e një arabçën. Që do më thanë, form e afrimit krijesës ndaj afër krijuesi. Që këto, dane je dinu, e ka kuptimin. E merë fjallën din. Inë din, form, din, për afrim, krijesë, ndaj krijuesit, është e ka emrin din.
E kjo islam, ku ta lëm këtë islam, ka thonë Allahu, njëjtën fjalë. Inna din inda Allah el islam. Çka është islam? Më ju nënshtrua urdhave të Allahut përmes statutit që e ka dërguar apo sistemit që kemi para veti. Aja është kushtetuta e muslimanëve Kur'ani. A kemi të qartë këto kështu? Të të pyti ty si në zonë si në temë kure kom pytë ma e. Pa tjetër me shumë Nuk e dhja pa na kuptojnë edhe në këtë drejtim si është. Unë ova që ta kanë parasysh, na kret jemi në islam i tërë globi. Shumë qartë. Kret i dërzohen kujt, edhe Donald Trumpi, tha unë i dërzohem. Po, zot, s'kem tjetër. Pse kuj kam ju dërzohet tjetër kuj? Këtë kozmos nuk kem tjetër zot, nëse dikush vetëm dhe një shqiptar, po na del të na thot dhe kund. Ku ka zot që me speshohi me kështu aniknina. Prandaj, që ta kuptoj mirë edhe njëherë po tham, islam, fjala islam, është në nështrim ndaj Zotit. Me ju dërzua urdhit Allahut. E në praktik, është me praktikua kushtetutën çfarë ka qua Beni Israilve, Teuratin, Zeburin, Injilin. E në fund e ka përmbyll me kreta mesazhet qellore me Kur'an. Hoxha i nderuam. Megjithatë, këtu kur përmend kjo pjesa e agjerimit, po i bie se edhe pse është kushtetut ose normativ tjetër nga Teurati, nga Zeburi, nga Injili, bazamentet janë po ashtu të njëjta. Domethënë, edhe ata kanë agjeru dhe ju duhet të agjeroni. Edhe ata janë falë, edhe ju duhet falin. Isaia a.s. tha, wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Njëjtë, edhe unë duhet mu falë, edhe unë duhet me dhënë zakat, sa të jem gjallë. Do thëtë, shtyllat e islamit tonë janë shtyllat e islamit të Musait a.s. Këto janë të njëjta unike, dhe kjo në fakt nuk duhet të ndihme inferior, për kundërshtar duhet të ndihme se ne jemi bazë një trungut të besimit qellor. Apo jo? Nuk ka dyshim fare, por këtu ka një munges, apo është një defekt në tërë globin. Në tërë globin, se globi po evoluon. Sakt. Ka nevoj për predikus të mirë të cilët e qërojnë. Po. Këtë qeshtje tamam që ta kuptoje si ai që është krishtian, si ai që e ndez e kallë babën e vete, nanën e vetë në Indi, so dhe për ata duhet më kujtes dikush me qua predikimin deri ata. E kështu më radhë.